Ajo hin tjetër, mirë po, një kompliment... Kur kemi ja kriju limitin personit tjetër që ty t'jap komplimente pa ndalë për çdo ditë? Kur do me ja kriju Kur e cënon të drejtën e komplimenteve në aspekt... Jo, për mu, më thonë, po do kështë shumë bukur, nuk është ngacmim seksual. Mirë po, ta bëj, ta kështu, ta ashtu, mande këto personalisht hin në kategorinë e ngacmimit seksual. Sepse ti e sheh edhe një këngëtar, një këngëtare, një artist, një gjithçka edhe do këtë mirë, edhe ti nuk më nëshme nalë, që ato pëse me nalë komplimentin. Mirë po në mënyrë njerëzore, jo perverze. Abdim, veç të ndojmë, është perverzitet dhe është njerëzilak. Unë ju të regova që momenti që të batë pa dëshirushme ka lënë e vepër penale, se cili komend, se cili apërcjeli ose për ndjekje. Por, mos ta lejojmë të vije deri të vepra penale, të ndalimi aty ku t'ja kryojmë limitit se cili person, do të kryoj limite për së cilën, edhe për kolegun e punës, edhe për ato në rrugë dhe për gjithë shka. Kështu që mos të kemi vepër penale se dëmton edhe personin tjetër, por dëmton edhe sigurinë juridike. Mirë, Nërtila reagoj, më herët? Po, nuk jam absolutisht dakord me avokatin tek pjesa e mos pranimit të komplimenteve që vinë në formë kuptohet verbale të tillë, të tipit të fjalës së bukur, dhe më thënë, sepse gjithsesi mund ta dëgjojmë fjalën një herë, nuk e dim se çfarë ka në atë moment as në shpirtin, as në trurin atij personi, por nëse kjo nuk bëhet e përsëritur dhe bezishme, ndryshon situata pastaj. Por shpreha pëlqimit është e mirëpritur, nëse dikush mua më komplimenton në formën dhe përmbajtjen e bukur, pra e gjë së bukur, fjalës së bukur, pa shkuar tek ngacmimi seksual, përkundrazi, unë e marr si një motivim edhe për të nisur dita bukur. Unë do doja shumë që një djalë të më komplimentonte që në pikë mjesit dhe të më thoshte dukesh shumë e bukur sot për punë. Dhe me të vërtetë do fluturoja të shkoja më mirë të puna, por pa kaluar tek pjesa tjetër abuzive dhe vulgare e të bërit si përndjekje. Kështu që praktikisht mendoj diçka edhe tjetër në raport me ligjin, ose shtesë, po themi, kaloj tek profili im prap. Unë mendoj që më shumë se sa çështja e ligjit të shkruar që kemi dhe procedurës së ndjekur efektivisht nga institucionet, është mirë të konceptualizohemi dhe të përqendrohemi tek parandalimi situatave të tilla, e cila ka të bëjë pikërisht me kulturën masive. Pra, nëse neve do të kishim edukatin masive të pranimeve dhe mos pranimeve, madje për mua nuk do ekzistonte fare as probabiliteti për të patur kaq shumë përndjekje, sepse përndjekjet janë të shumta në formave të ndryshme, tha shumë mirë avokati, edhe për përfitime materiale, që të ruajnë sa biseda të bën presion për të marrë para familjes tënde, ty, shoqërisë apo ex-partnerit tënd. Kështu që unë jam prioritare që përndjekja të ketë një konturim, domethënë më realist dhe nga ana e avokatit dhe të përqendrohemi si te fazat e ndjekjes së procedurave për krimet, pra fazat paraprake. Ju e dini zoti avokat se ndonjëherë në fazat paraprake mund të ndodhin edhe situata jo vetëm te përndjekja, por çdo lloj krimi që gjërat nuk janë ashtu siç duket, kështu që mos t'i marrim çdo kompliment si për ndjekje. Mirë, vetëm kthejmë shkurt sepse jemi në fund të emisionit tek personi i cili pra në një farë mënyrë është ai që e lojnë ligjin në anash dhe merren, si që ishte ajo fjala, ndërmjetësuese apo jo, ndërmjetësuese. Për me kuptu se sa dë mundet me shkaktu ndërmjetësuesi ta zëm fëmijëve dhe adoleshentëve, me cilët punon psikiatri Behar Kamberi. Pra, kjo është dëmi kryesor, po konsideroj, sepse të punosh të jesh person që përndjek fytyra publike apo vajza apo gratë të tjera s'ka lidhje, dhe ndikosisht të jesh specialist edhe të punosh në qendrën klinike universitare të Kosovës me fëmijë dhe adoleshent, kjo është shumë serioze. Dhe po besoj që vajza s'la kishte problem me Kamberin vitin 2020 nuk do duhet të zgjidhte ndërmjetësimin, por do duhet vazhdonte procedurat të tjera. Pra po tham nuk duhet me hub besimin te profesionistët shëndetësor në bazuar në këtë rast, mirë po definitivisht shteti jonë ishdo është me i kontrollu të gjithë
Më thonë, ishtë është me qenë një mbikëqyrje, qysh janë institucionet që i kontrollojnë policët, gjithashtu edhe licencat, po besoj edhe të avokatëve, juristëve të gjithve, nëse e ki një problem, ti nuk mund është me vazhdu mu me buat punë. Nëse një avokat e bën një krim, andej valla, nuk ishtë është me qenë avokat dhe njëjtë me të tjerët. Mirë, temë shumë e gjërës dhe që tjetë faleminderit shumë që keni qenë